Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me debatin për çështjen e ndërtimit të një resorti luksoz në zonën e Zvërnecit. Sipas Ramës, sqarimi plot dhe përfundimtar i origjinës së fondeve të transferuara përmes sistemit bankar sjell qartësi për investitorët, të cilët siç tha kryeministri janë edhe pronar të lishëm të pronës. Rama vlerësoi vendimin e SPAK për të mbajtur të ngrira fondet e transaksionit dhe për të mos lejuar kalimin e tyre tek shitësi, ndaj të cilit po zhvillohet një proces hetimor. Unë kam dalë për një arsye tjetër që nuk ka të bëjë me mbledhjen e qeverisë, por ka të bëjë me një zhvillim që unë e konsideroj shumë pozitiv, lidhur me procesin e verifikimit të transaksionit për blerjen e tokës në Zvërnec, që do thotë me sqarimin e plot dhe përfundimtar të origjinës së fondeve të kaluara përmes bankës dhe me çlirimin përfundimtar të investitorëve që tani më janë dhe pronar. Unë e konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor. Sipas kryeministrit Rama, nëse hetimet provojnë se shitësi ka origjinë legjitime të pronës, ai do të përfitojë fondet e bllokuara. Në të kundërt, nëse prona rezulton pa bazë të lishme, fondet do t'i mbeten shtetit shqiptar, që do t'u jap atyre që vërtetojnë se janë pronar. Çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marrë parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. Kështu që këtu merr fund çdo lloj shqetësimi i atyre që janë pretendent të sinqert të pronës dhe çdo kush tjetër që shfaqet si pretendent me Shqipërinë e shqiptarëve në gojë dhe me kurdisjen e duarve të tjera nga mbrapa, mund të vazhdojë të shfaqet, por nuk është më problemi ynë.